Pasi e mbajti për rreth 6 muaj zëvendës kryetar të Bashkisë së Tiranës, kryeministri Edi Rama ka rikthyer në kupolën e qeverisë Gentian Kërin, duke emëruar sekretar të përgjithshëm të Ministrisë së Financave, një lëvizje që e vendos atë pranë ministrit Petrit Malaj, në një nga institucionet më të ndjeshme për menaxhimin e fondeve publike. Roli i sekretarit të përgjithshëm është kyç, por duke qenë një figurë afërt me Edi Ramën, Gentian Këri pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë edhe në vendimarrje që shkojnë përtej kompetencave formale të ministrit. Gentian Këri është një emër i njohur në administrat. Ai ka mbajtur poste të rëndësishme si sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Transporteve dhe Infrastrukturës, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Ekonomisë, zëvendës drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik në periudha kur bashkëpunonte ngushtë me Ilir Metën. Karrierën e tij e ka nisur si shef tenderësh në Bashkinë e Tiranës, në kohën kur bashkia drejtohej nga Edi Rama. Prej asaj kohe Gentian Këri është transferuar nga një institucion në tjetrin, gjithmonë në struktura ku administrohen fonde të mëdha publike. Sipas të dhënave publike, Gentian Këri rezultoni përfshirë në 5 dosje penale ende të hapura. Një dosje lidhet me favorizime të firmave private në vlerë 2.4 miliard lek, kur ishte kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik. Një tjetër ka të bëjë me tender dhe projekte rrugësh, në kohën kur ishte zëvendës drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Dosje të tjera lidhen me tender, kontrata koncesionare dhe investime publike, gjatë kohës që ishte sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Transporteve dhe në Ministrinë e Ekonomisë. Ndërkohë, pak po heton Gentian Kërin raferën e PPP sterilizimit, ku dyshohet se në bashkëpunim me Ilir Beqan janë falsifikuar dokumente për të favorizuar një kompani të paracaktuar me kosto shumëfishme të lartë se ajo reale. Pavarësisht këtyre çështjeve, në vitet 2019-2025, Gentian Këri ka vijuar të mbajë funksione drejtuese deri më 1 gusht 2025, kur u emërua zëvendës kryetari i Bashkisë së Tiranës. Tani, me vendim të Edi Ramës, Gentian Këri është emëruar sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave, në një moment kur pikpyetjet mbi rolin e tij dhe përgjegjësitë penale mbeten ende të hapura.